Banorët e fshatit Fullqet në bashkinë e Klosit kanë protestuar ndërprerjen e energjisë elektrike. Të vetëdijshëm për mos pagimin e rregullt të faturave, ata shprehen se pavarësisht kësaj nuk duhet të ketë dënim kolektiv. 18 ditë pa drita fare ndërprer. 2 herësh. Cila është arsyeja? Arsyeja është njëherë kërkohen pagesa. Nuk i keni likuidu faturat? Dhe kemi likuidu me kiste, por jo sa Kërkojnë ata. Jo se jemi dakord mos e paguajmë energjinë, por dim që me shtetin kur ishte, kemi bërë një kontratë. Ai të zbatoj kontratën dhe ne si klient zbatojmë kontratën. Madje banorët thonë se nuk ka respektim reciprok të kontratës, në kushtet që nuk u sigurohet energji e mjaftueshme, një kabinë dhe një transformator i ri. Energjia vjen shumë e dobët sepse këtu gabina është amortizuar. Pajisjet shtëpiake janë bërë për hekurishtë. Energjia është tepër e dobët, 19 volt. Dhe me këtë, të gjithë pajisjet shtëpiake, jo që s'punojnë, po janë djegur komplet. Dhe nuk di se ku do të marrë përgjegjësi për këtë punë. Ja gabina këtu pas meje, që është e Kosën Verhoxhës, dikur për çifte ujë lart, sot përdoret për energji elektrike. Nuk është buhet dorë për 20-30 vjet, nuk është buhet dorë fare. Shife aparaturat, shifi ato, shifi shtyllat që po bitën në lart në to, pajisjet janë djeg kret. Unë ja kom paguajt një herë parë shtetit, se i kom pajisjet ato, i kom për hekurishte.